Kryetaria e Komitetit Serb të Helsinkit, Sonja Biserko, thot se vizita e kryeministrit Edi Rama në Beograd do të ishte një fillim i mirë. Mendoj se kjo vizitë ishte planifikuar më parë për ne në qershor dhe ishte shtyrë. Mendoj se do të jetë një fillim i mirë. Shpresoj se do të mbahet sepse vonesa e saj përsëri do të krijonte një lloj dyshimi dhe do të tregonte se elitat politike nuk janë gati, veçanërisht në këtë anë, që të vazhdojnë të punojnë në agjendën që është kaq e rëndësishme për Serbinë, gjithashtu sepse bashkëpunimi rajonal, siç e kemi përmendur tashmë, është kaq i rëndësishëm për anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Kështu që unë shpresoj se kryeministri Rama do të vinë në Beograd në 10 nëntor dhe do të jetë një fillim i ri, i madh për të dy vendet, dy kombet që të hapin perspektiva për mirëkuptim reciprok dhe për përmirësimin e marrëdhënieve midis dy vendeve. Zonja Biserko tha se njohja e të vërtetës do të ndihmonte të ardhmen e marrëdhënieve shqiptaro-serbe. E di që do të jetë e vështirë, të paktën në fillim, por mendoj se ka një perspektivë të madhe në të bërit bashkë dhe në të kuptuarit e njëri tjetrit. Mendoj vërtet që ka të bëjë me të kuptuarit dhe në nënvizimin e atyre pjesëve të historisë së shekullit të 20 që do të ndihmonin vërtet të rinjt për të kuptuar pse e kemi këtë përplasje, pse e kemi këtë konfrontim kaq të gjatë. Mendoj se është më shumë rëndësi që të kapet e shkuara në një mënyrë të sinqertë dhe të vërtetë. Mendoj se e vërteta ndihmon gjithmonë. How should I say, sincere way. I think the truth always helps.